Është luetur java 20 e kampionatit të kategorisë së dytë, kështu Tërbuni i Pukës dhe Basanja Bushatit kanë marrë 2 fitore me shumë vlerë ndaj kundërshtarëve të tyre, duke siguruar objektivat që këto dy skuadra kishin që nga fillimi i kampionatit. Sa i takon ndeshjes së Tërbunit, Pukjanët morën një fitore të thellë ndaj ekipit të Gramshit. Futbollistët e drejtuar nga trajneri Sinan Bardhi triumfuan me rezultatin e thellë 5-0. Rezultati u zhbllokua në minutën e 11 nga mbrojtësi Temja, i cili dërgoi topin në rrjet. 10 minuta më vonë do të dyfishonte shifrat mbrojtësi tjetër Gjergj Nika, ndërsa një minutë më vonë do të kishte vend edhe për një autogol të Gramshit. Ndërkohë në minutën e 40 të ndeshjes do të ishte kapiteni Jurgen Gjini ai që do shënonte dhe golin e katërt, dhe në këtë mënyrë pjesa e parë do mbyllej me shifrat e thella 4-0 në favor të ekipit të Tërbunit. Në pjesën e dytë do të kishte vend për shënuar edhe një gol të 5-0 dhe këtu do mbyllej gjithçka me rezultatin e thellë 5-0 në favor të Pukjanëve. Me këtë fitore Tërbuni ngjitet në kuotën e 34 pikëve duke forcuar pozitat e tij në vendin e katërt dhe siguron matematikisht play-offin, ku padyshim që do tentojnë deri në fund ngjitjen në kategorinë e parë, që është edhe objektive që kanë vendosur drejtuesit e klubit që në fillimin e sezonit. Nga ana tjetër edhe Basanja ka marrë një fitore me shumë vlerë ndaj Naftëtarit, një gol i shënuar me 11 metrash nga Tauland Nikšići që në pjesën e parë i ka mjaftuar Basanjas për të marrë 3 pikshin, teksa tashmë kjo skuadër ka siguruar edhe matematikisht qëndrimin në kategorinë e dytë. Ky takim i luetur në fushën sportive të Bushatit, të shoqëruar nga një terren shumë i rënduar, i krijuar nga rreshtet e shiut që kanë rënë gjatë 90 minutave, dhe kjo e ka bërë të pamundur zhvillimin e një ndeshje normale futbolli nga të dy ekipet. Loja nisi më mirë për vendasit, të cilën patën disa mundësi të mira për të kaluar në avantazh, por vetëm në minutën e 20 Basanja arriti të shënojë me Tauland Nikšićin, i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë e penaltisë dhe dërgoi topin në rrjet. Me këtë gol do të mbyllej pjesa e parë. Në të dytën, Naftëtari ishte më kërkues dhe krijoi disa mundësi të mira shënimi, por pa arritur dot t'i konkretizojë. Përfundimisht i gjithë takimi u mbyll me fitoren e ngushtë 1-0 në favor të Basanjas, e cila ngjitet në kotën e 20 pikëve dhe mban vendin e 9 në rënditje, duke qenë i shkëputur 6 pikë nga Gramshi, vendi të 11, vend ky që shkon në play-out.